djali Monteluco që është në krahun e djathtë tonin, si duket në ato zonat e lisave të Montelucos, bëshin ceremoni fetare të besimit të druit. Dionisi i Halikarnasit thotë se disa nga pelazgët që banonin në të ashtu quajturën Thesali, të detyruar të lënë vendin e tyre, u vendosën pran aborigenëve, malsorve, njerëzve që jetonin në malet me borë dhe së bashku me këta luftonin kundër Siciliotëve. Në fakt, quheshin si kul në kohën kur erdhën pelazgët e këshilluar me orakullin e Dodonës. Aborigët i pranuan ata me shpresë se do të përfitonin nga këta, por i pranuan më shumë për faktin që ishin të afërt nga ana etnike. Madje një pjesë e tyre pra pelazgëve janë vendosur deri në Francën juglindore. Ka shumë mundësi që atje, ata të jenë quajtur Ligur, të cilët kishin hyrë në kontakt me keltët, që më pas ata pësuan një përhapje edhe në Itali. Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 para erës së re, nuk është i sigurt çfarë janë ligurët, ndërsa Plutarku e thotë qartësisht se janë kelt. Straboni dhe Diodoro Siculo ju jep origjinë pelazge. Plini thotë që për ligurët se janë iberik, pra origjina e tyre gjithsesi më e pranueshme është që të ketë qenë kelte, por mos harrojmë, keltët dhe ilirët kanë qenë mjaft të afër, pra vëllezër. Një element tjetër i rëndësishëm i këtij besimi që lidhet me druidët është pikërisht lidhja e tyre me ilirët, dhe ilirët nga të gjithë studimet e ndryshme të studiosëve lidhen me pelazgët. Në kohën e sotme nga një numër i madh studiosësh alternativ është rimarrë çështja pelazgëve dhe ilire. Mendimi më i përgjithshëm që predominon nga pjesa më e madhe e këtyre është fakti se ajo përputhet me historianët dhe gjeografët e lartë greko-latin, të cilët theksonin se para se të shfaqej etnia helene në Gadishull, ekzistonte një popull autokton, të cilët ishin pelazgët, ku në disa raste dalin si një koshëm me ilirët dhe thrakët. Si për shembull ato të Kretës, që kur shkuan në Itali, morën emrin me sapët ose japigët dhe u njohen si ilirë. Apo dhe në luftën e Trojës, ku kemi dhe fise pelazgë e ilire, dhe atje asnjëherë nuk bëhet fjalë për fise helene ose greke. Populli më i lashtë dhe njëkohësisht bashkohës me to ose mbrapa tyre ishin edhe ilirët, thrakët e keltët, si edhe popujt e tjerë. Ndoshta pak më pas, por këtë e pranoi pa hedhur poshtë dhe një variant të ri për këtë ndërvarësi kohore etnike pelazgo-ilire. Kohët e fundit është publikuar një studim në librin me temë pelazgët, gjuha dhe kultura e tyre, nga profesor doktor Leonard Prifti, i cili mbron tezën se ilirët i kanë paraprirë pelazgët, dhe sa ato janë bitë i Japetit sipas Biblës dhe janë vazhduesit e Nefilimbët, dhe që në Ballkan përfaqësohen nga Japodët ilirët ose popujt e yjevet. Dhe nga këto janë krijuar të gjithë popujt e Europës. Sipas mendimit të tij, nuk ka indo-europian që erdhën nga India, por ka popull japetik ose japotik ilir që shkuan nga Ballkani deri në Indi. Por, po e përmend atë sa për të ballafaquar pikpamjen tonë në lidhje me etnit pelazge, ilire, thrake, kelte, skithe e tjerë.
Pra, personalisht jam i mendimit se Pellazgët dhe Ilirët janë autokton të krijuar në rajonin ballkanik dhe se janë krijuar mbi një popullsi të vjetër neolitike, epokë gurit. Nëse kjo me gjysmëzori është quajtur Pellazgë nga arkeologët, kjo do të përbënte edhe hallkën lidhëse me popujt para Pellazgë. Por nëse para Pellazgë na dalin dhe japetet të përmendur në Bibël, si të bitë e Jafetit, ose japotet Ilirë si pas profesor Leonard Priftit, aq më mirë do tjetë. Veç se do duhet shumë punë për të provuar, pasi ana etimologjike e koncepteve mitologjike që na ka sjell me shumicë profesori rreth 2300 fjalë, të cilat flasin Pellazgo-shqip sipas tij, të bazuara që të gjitha këto në emërtimet e lashta të teogonisë e Hesiotit, të cilat i ka trajtuar mbi bazë gjuhësisë historike dhe psikoanalizës shkencore, që përbajnë edhe argumentin e tezës së tij. Natyrisht për mbështetjen e tezës tij do duhet të thellon studimet në të gjitha fushat e tjera. Por tani për tani, pa shkputur vëmendjen nga teza profesorit, le të mbetemi tek ajo hallk që ka munguar, vazhdimësia Pellazgo-ilire dhe krijimi i Ilirëve, Thrakëve apo Keltëve mbi një shtrat të lashtë Pellazg. Pra, Ilirët u krijuan mbi një shtrat Pellazg. Po kështu, mbi këtë shtrat nuk u krijuan vetëm Ilirët, po u krijuan edhe popujt tjerë, siç ishin Keltët dhe Galët. Kështu që Keltët dhe Galët, së bashku me Ilirët, nëse i referohemi mitologjisë dhe legjendave, vërejmë se ato kishin si baba të përbashkët Polifemin, Ciklopin Polifem dhe Sinon Galatjen.
Giove, ora che hai mangiato carne umana, bevi questo. È vino che avevo portato con me fiducioso nella tua ospitalità. Poco mi ha reso cieco dopo avermi domato il cuore col vino. Si chiama Nessuno, ma io ti dico che egli non è ancora sfuggito. Pra, besimi i druit i Dodonës, natyrisht që u transferuar në të gjitha vendet ku këto popull u shpërndan, dhe mund të themi se keltët ose galët që quheshin nga romakët arritën deri në ishujt e largët britanik. Kështu që gjithë zona veriore e Europës mund të konsiderohet si zonë e cila ishte e kulturës dhe etnisë kelte, por patjetër që këto janë edhe të etnisë dhe të kulturës ilire, sepse ilirët në periudhat e ndryshme historike janë shpërndar në Ballkanin të gjithë Europën veriore. Popujt e ndryshëm të Europës së sotme, patjetër që do të kenë pasur lidhje të stërlashta me kulturën dhe etninë bazë pelazge, e cila u formua në territorin e Ballkanit jugperëndimor në një kohë që sipas studiuesve përfshihet që nga periudha neolitit e epokë e gurit e deri në atë e neolitit, e njohur ndryshe si periudha e bakrit. Pra, kjo kulturë krijuar në ato rajone, natyrisht që u bë baza e evolimit për të kaluar në një shkallë tjetër kulture dhe etniciteti,
si që janë ajo e ilirëve dhe thrakëve, të cilët përbanin atë kohë popujt më të mëdhej të antikitetit si pas Herodotit. Nga këto dy popuj së bashku dhe me keltogalet, si edhe etnit e tjera të dalura nga njëti trung etnik, u hodhen bazat për themelimin e Europës së ardhshme. Por, me keqardhje në këtë rast, dua të trajtoj një fakt, i cili vazhdon të vihet re akoma tek akademikët shqiptarë, në lidhje me problemin e pazgjidhur të hallkës pellazgo-ilire. Ato qëndrojnë në vazhdën e konstatimeve të Konventit të parë të Ilirëve në vitin 1972 të organizuar në Tiranë, edhe pse përdit nga studiues të ndryshëm, po dalin në dritë prova e fakte, të cilat hidhen poshtë në mënyrë arbitrare nga këto të ashtu quajtur akademik. Por le të rikthej në kujtesën tonë disa debate të bëra midis akademikëve të ndryshëm shqiptar dhe të huaj të disa dekada më parë, dhe që fatkeqësisht konstatojmë se kanë mbetur si një gur themeli edhe për pikpamjet e sotme të këtyre akademikëve. Kjo ndoshta përbën dhe bazën e tyre indoktrinore të prapambetur, gjë e cila bie në kundërshtim me trajtimit e sotme të gjithë studimeve etnogjusore për pellazgët, ilirët, thrakët, keltët, galët dhe të gjithë popujt e tjerë të antikitetit.
që bën përshtypje këtu është termi lokum. Kemi gjetur në studimet e ndryshme pelazgjike dhe etruske se kjo fjalë kishte të bënte pikërisht me mbretin. Pra, mbreti nuk ishte thjesht një mbret, por ishte edhe një princ i shenjtë. Pra, kjo është një fjalë që ka të bëjë me shejtrimin. Mbretrit dhe që ishin dhe kryp priftëri të qytet-shteteve, ato kishin të titull, lokum ose lokumone që i quhenin romakët. Ndërsa kryeprifti që i lidhjes së 12 shteteve etruske quhej Zilath. Dhe Zilathi që zgjidhej një herë në vit në territorin e Volturnës ose të Orvjetës së sotme, aty vinin të gjithë, merrin pjesë të gjithë lokomonët ose mbretit zorin të tillë të shenjtë, lokum, dhe ato zgjidhin krye mbretin e tyre ose krye zotin e tyre që quhet Zilath.